Sa ma shpejt që bojmë politikan me inteligencë artificiale i hekëm këta krejt. Kështu që do të bëjmë këtë. Ardha jote në LDK shej e konfirmimit të rrugës së mbarë që e kemi ne përgjithësi. Jemi të lumtur me ekipin që po ndërtojmë vazhdimisht. Kështu duhet duket një parti politike me njerëz profesionist, me integritet, që kanë mendje të pavarur, që dojnë Republikën, që dojnë lidhjen demokratike të Kosovës. Këtu janë shtëpitë tënde, edhe ky rrugë tim sot për ty është një hap i madh drejt një karriere të madhe që të pret përpara. Të ta kesh mbështetjen e gjithë neve këtu, po na pri në fushën tënde që ta bëjmë këtë vend siç vërtet e meriton. Ne shërbejmë me dinjitet në këtë rrugtim të ri. Mirë se erdhe Ermal, e pas shëndet e fat. Faleminderit shumë. Ka shumë krenari me qenë këtu, shumë derë. Faleminderit që i ka dhënë për herë parë, ndoshta në Kosovë, rëndësinë e komunitetit pa përfaqësuar në Kosovë, inxhinierëve teknologjisë. Mendoj që më në fund politika edhe me sekretar për vrejnë që teknologjia është ardhur me aktiv vendi, edhe e keni po që Kosova ka atë rrugë, edhe në ku mu mundu me përfaqësu qatë komunitet, edhe ku mu mundu që Kosova me pasi një vend ku mbi zotëron teknologjia për të mirë, për me ndimu edhe me lehtësu jetën e qytetarit. Sa ma shpejt që bojmë politikan me inteligencë artificiale i hekëm këta krejt. Kështu që do të bëjmë këtë.